Sot shkolla e mesme komunale Negotin hapi dyert për të mirëpritur gjeneratën e ardhshme të dijes, semi-maturantët që shumë shpejt të zgjedhin drejtimet për shkollimin e mesëm. Në kuadër të ditës së hapur, nxënësit e shkollës të përgatitur nga mësimdhënësit prezantuan një program të pasur me eksperimente, demonstrime praktike dhe prezantime shkencore. Aktivitetet u shfaqen si pasqyrimi i punës dhe dijes së fituar gjatë procesit mësimor. Qëllimi i këtij organizimi ishte që nxënësit e ardhshëm të njihen më nga afër me ambientin shkollor dhe mundësi që ofron kjo vatër e dijes, ku theksi vihet në cilësinë e arsimit dhe zhvillimin personal të nxënësve. Drejtori i shkollës Fatmira Kipi tha se nxënësit mund të regjistrohen në 2 drejtime, gjimnaz dhe mjeksi. Ai shtoi se çdo nxënës përfiton edhe vaucher në vlerë prej 3500 denarësh. Sot semi-maturantët kanë kënaqësinë të shohin se me çfarë kushtet ne posedojmë ta stafin e shkollës, të cilën e posedojmë. Gjithashtu vlen të ceket se çdo nxënës e regjistruar në shkollën tonë ka një vaucher për 3500 denarë, të cilët e shfrytëzon për mjetet shkollore, uniformën e ka të siguruar nga ana e shkollës, gjithashtu të gjitha aktivitetet jashtë mësimore sigurohen nga shkolla. Drejtimet të cilat i posedojmë ne të cekim janë drejtimi i gjimnazit dhe drejtimi i mjekësisë motor medicinale. Gjithsej mund të pranojmë në bazë të konkursit 54 nxënës. Në paralelen e mjekësisë janë të parapara 24 nxënës. Për të dëshmuar mbështetjen ndaj aktiviteteve të shkollës dhe përmirësimit të kushteve për mësimdhënie, e pranishme ishte edhe udhëheqësja e sektorit të arsimit në komunën e Vrapçishtit, Alime Bajrami. Sot jemi këtu të përkrahim drejtorin e shkollës së mesme për gjitha aktivitetet që ndërmarrim. Gjatë ditëve të kaluara drejtori bashkë me stafin e tij ka qenë për gjitha shkollat fillore, ka bërë prezantimin e kushteve që posedon shkolla e mesme. Dhe sot jemi edhe ne këtu për t'i pa, bashkë me nxënësit për t'i pa vetë ato kushte që posedon shkolla. Dhe besoj se nxënësit e shkollave fillore, klasat e 9-ta, do t'i ndjekin afatet e regjistrimeve dhe do jenë këto, do regjistrohen. Se këto do kenë një shtëpi të ditë dhe stafin e profesorëve do ta kenë si familje të ditë. Shkolla e mesme komunale Negotin njihet si një institucion arsimor që përgatit gjenerata të reja të afta për tregun e punës dhe për shoqërinë. Drejtori i shkollës theksoi se gjatë viteve të fundit është investuar në mënyrë të vazhdueshme, si në përmirësimin e kushteve infrastrukturore, ashtu edhe në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies, me synim krijimin e një ambienti modern dhe motivues për nxënësit. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë pozitive me pjesëmarrje të konsiderueshme të nxënësve, prindërve dhe stafit arsimor, duke reflektuar interesin e shtuar për orientimin profesional të semi-maturantëve.